Në moshën 19 vjeç mua po thuaj rastësisht më doli bursa për mësuesi. Edhe më quan në Nikšić. Nikšić? Në shkollën normale të Nikšićit. Kam shkruar për te, unë kam përshtypjet më të mira për një pjesë të profesoratit të asaj shkolle. Ishin vërtet njerëz të qytetëruar, ishin profesorë shumë të mirë. Po 2-3 nga ata profesorë ishin shovinistë. Kishte gjendja jonë atje. Ne ishim ja 30 shqiptarë që po mësonim të bëheshim mësues të gjuhës slave për nxënësit shqiptarë. Gradualisht erëm duke e kuptuar këtë situatë dhe unë nuk desha të bëhem mësues i shqiptarëve që ti mësoj ata të flasin slavisht. Edhe një kontribut kishte dhënë një mësues që më kishte dhënë mua mësim dikur në Shestan, ai ishte shqiptar, edhe na jepte mësim slavisht. Edhe kur dilim në pushim gjatë, e vraponim rreth shkollës, ky mësues, nuk po ja them emrin, merrte një thupër, edhe rrinte të cepi shkollës dhe kur na dëgjonte të flisnim shqip, ai na binte me thupër dhe fol nashke quaj ajo. Fol nashke, mos fol ashtu. Kjo përshtypje unë e kisha mbajtur me vete që fëmi, edhe kur mendoja që do të bëhem edhe unë një mësues si ai, vendosa të largohem edhe të shkoj në Prishtinë. Për fat të mirë ekzistonte shkolla normale shqipe në Prishtinë, dhe kërkuam shpërngulje nga normalja e Nikšićit. Do të thënë e vërteta që aty ishte një sekretar nga koha e luftës, sekretar shkolle, i cili na përcolli me urimet më të mira. Na dha fletën e shpërnguljes, edhe tha, ju keni të drejtë që shkoni në Prishtinë. Kurse do të tjerë që donin të iknin nga që ishte kriteri shumë i ashpër aty në shkollën normale të Nikšićit, e donin të shkonin në Bosnjë, këta thoshte ai sekretari, këta kanë haram. Këta që janë malazeze, po do të ikin nga Malezi. Kjo ishte dallimi. Ata që ikin ata që janë vendas dhe ikin nga vendi vet e kanë haram. Ndërsa ti që ikën në vendin tënd, ti bekuar qofsh. Po. Atëre unë në këtë ashtu të rrethana shkova në Prishtinë, për fat atje takova një malsor që ishte edukator në shkollën normale të Prishtinës, një Pal Luca i quhej. Ai ishte me një fëmijë e familje atje, më sistemoi në normalen, më sistemoi edhe në konvikt, edhe unë fillova shkollën shqip. Kam një ngjarje të veçantë nga ora e parë e mësimit shqip në Prishtinë. Me që unë isha më i madh se të tjerët në moshë, unë kisha zënë vend në fund të klasës, nuk mund të zëja vend para, se ata të gjithë ishin më të vegjël se unë. Mësimi i parë ishte lënda e gjuhës shqipe, letërsisë shqipe, me profesor Demushalën. Demushala po na shpjegonte ndërmjetën. Bili voshën pëse po që mund e tjera. Atëherë, kur ai po shkrije dimni po shkrihet bora dimni, po shkone diçka të tillë kështu, në këtë kohë unë më rodhën lotët. Nërsa unë qaja në fund, profesorin pa, kthehej nga drasa, me dorë djathë shkruan të diçka, me dorë të majtë nxirë të shamin. Po qanë të dhej. Dhe fshin të lotët e vetë. Kjo ka qenë ora e parë e mësimit tim në gjuhën shqipe në Prishtinë. O, sa e bukururit atë gjojnë ata fëmijët e vegjël që thonë pse shna duhet shqipja. Ja, për këtë duhet shqipje, se ka pas njerëz që kanë qare se kanë mësuar dot. Se vetëm shqipja mund na bashkojnë kudo që jemi. Sa më shumë të jemi ne, aq më të fortë jemi. E vetëm kështu shkohet përpara me numrat. Kështu, atëherë, në Prishtinë unë gjeta dhe një përkrahje të madhe nga ish nxënësit. Nga ata nxënës që ishin aty. Për shembull, kryetar të
rrethit letrar që quhej aty normale, kishim Azem Shkrelin. O, sa e bukur, unë e kam jorë Azem Shkrelin. Azem Shkreli ishte në vit 5 edhe atje kishim kryetar dhe ne na mblidh atje për më të lexuar krijimet për të dëgjuar për letërsinë e tjera. Profesorët ishin që të gjithë të klasit. Ishin që të gjithë që nga një Bekir Kastrati, Abdullah Zajmi, plot të tjerë që tani kanë shurë vite, ma duhet kohë për t'i kujtuar. Në mënyrë të veçantë rinia e Normales ishte në pozita patriotike vlimi. Dhe sa shkova unë atje, ata mua mësovën revistën Jeta e Re. Më lodhën në përshpia. Jeta e Re ishte Tiranë? Jeta e Re ishte organi letrar që botohen Prishtinë atë kohë. Prishtinë, falë, se mendoj. Aty, midis tjerësh, ishte Adem dhe Maçi që gjendej në Burg, kur unë isha nxënës aty, edhe kaptan Kallushi quhej atëherë, kaptan Rasuli më voshëm, që ishte edhe ai në Burg. Po në Burgun e Hoxhës? Jo, ishte në Burg në Idrizovaj, në atë kohë. Në atë kohë ishte në... Po, e këshin burgosur Jugoslavat. Tashti, këta dy ishin idhujt tanë se ishin në Burg. Edhe unë lexoja novelat e Kaplanit me endjet madhe, sepse ai ishte uqinak, edhe unë e kisha, si më thënë, letërsinë e tij, kisha shumë afër edhe për nga tematika. Ndërsa Adem dhe Maçi në Gjapit e Gjakut e tjera, aty i kemi lexuar, edhe në Gjakovë më vonë. Por më vonë ndodhi që njeri nga këta idhujt tanë rrëshqiti, që ishte Kaplani, kur unë kalova kufin e gjeta këtu. Po. Kaplani kishte ikur. Patëm një njohje të gjatë me të. Patëm edhe kontradikt me të për arsye se ai mori një rrugë të shtremër. Edhe përfundoi keq. Tashti ai ka vdekur, unë... Nuk duhet folur kur dikush vdes. Sigurisht. Po megjithatë, në çfarë kuptimi e thoni ju rrugë të shtremër? Në çfarë kuptimi rrugë të shtremër? Fal. Në çfarë kuptimi e quani rrugë të shtremër, Kaplan Rasuli? Ma i mend që ishte një person që përndosh nga regjimi. Ai shkroi dhe botoi një libër tradhtia, që ishte me temë nga Presheva, që tregonte tradhtinë e jugoslave ndaj shqiptarëve. Ishte një roman që u vlerësua shumë në Republikën e Shqipërisë. Edhe Kaplani për shkak të asaj ati libri merrej nga grupe shoqërues, qohej nga ndërmarrja në ndërmarrje, nga kooperativa në kooperativë dhe nga reparti ushtarak në shëtite gjithandej për të propaganduar luftën e popullit Kosovës kundër mbretërisë jugoslave, po dhe kundër revizionistëve, të cilët na kishin rishtypur, robëruar. Në këtë kohë unë isha internuar në Tepelin. Tani na unë gatrua pak, e lëm pak Kaplanin atëre dhe vemi dhe internimi juaj. Ajo, e lëm pak Kaplanin një moment. Atëre, ju jeni në Prishtinë. Pse vini në Tiranë ju, kur ishët mire bukur në Prishtinë? Qa ndodhi?